Inshallah. Publikë ka ndorë Redion Shtyllën, e kemi në lidhje direkt e redi kënaqësimet pos. Gjithmonë shumë kënaqësi kro. Edhe gjithashtu një përshëndetje speciale më duhet m'ja bu edhe Enkit, me cilën gjithmonë kemi këndvështrime ndryshe, por mbase që ato këndvështrime na afrojmë nga njëri tjetrit. Enki, përshëndetje kënaqësimet pos. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Tash s'pedi jam janis, jo me mbo pyetje mua anë juve, se diqysh kjo puna e labit e ka marrë pak një kohë tjetër. Enki, qysh e ke pa dje natën e djeshme? Më falj, jo Enki kërkojnë djes Lena, se të këshu Lenën e... Po edhe ne kesh të këshu që e të ta. Ku shkon dhëmbi? Ku dhem dhëmbi, e vërtet është po njerë po përgadit, na se mi përgadit. Alo që po gëzëm me të drejtu ty. Okej, mbron po besoj që si kur krejt tjerë që e kam pa, shikus të tjerë, u ka një mbromje shumë e flakt. Gjithë shka u silë rreth labit edhe Elionës, që që kena pa krejt, sen që labit, zdo sen që e ka bo në raport me Elionë nuk konë absolut gabime dhe papranushme. Mas pari nuk kena kërkush nga mja gjyku familjen asaj edhe prind, sidomos jo të kalon babi, jo s'kalon babi, jo t'i kilon familjen, të si kilon familjen. Së tek e fundit, thell kërkush nuk e dina atë problem ose atë histori që shukon në të vërtet. Po as Eliona s'ke e gatshme me të regu. Po as Eliona, për diri sa te nuk e i gatshme me ma të regu mu familjen tënde, o nuk jam kërkosh me ta para gjyku ose me ta gjyku të i familjen. Enki, në qitë moment Eliona dhe Labi më dohën njëjtë. Në fakt, vesh po du... Enki, sepse të ti do të kaloj. Në qitë moment po më dohët e njëjtë Labi dhe Eliona. Fakti që aja nuk ishte e gatshme me të regu të vërtetën e jetës saj, jo të jetës dikuj tjetër, shaty për shaty, po e shtyti për një dit, më len me kuptu që ajo mori mësim nga fjalla noti e Labit, sepse Labi si duket e shpiku një histori, Eliona e kuptoj që nëse e shpik një histori ata të kapin, qysh edhe e kapën dje Labin, edhe për atë arsye se të regu e gatshme mu përballë me njerë me të vërtet në vetë konkrete. Qa me ndonë ti? Apo e kam lëtëzu gabim situatën? Si fillim duhet të themi faktin që ata nuk janë në kafe dhe që na duhet ne me jetën e botës. Ata janë futur aty për të treguar jetën e tyre, dhe sigurisht gjërat më të vështira të jetës së tyre do pikasin dhe do bëjnë publikun për vete apo do ta largojnë publikun. Po, dhe cilat gjërë më falj, jo e në kësë fajtona këto, sepse kjo është VIP Big Brother, qyshti, po do me fitu VIP-në të ushit viktim? Këtë po them pra, jam... Jo, e thatë... Ka të kaluaj në të lloj forme, sepse në fund të ditës, jam o çdo gjë që te mund t'je kundër, unë edhe të flasë për të prapje kundër. Më falj, Enki, po kërkoj falje. Vesh, isha ato e lutë Lena nëse mëndet edhe njerë me ma përkthy kur të krysh. Okej, po ta paguash ti, jo unë. Okej. Ja përkthej që është më konvenon mu. Po, Enki. E si që po thoja, ajo nuk ka pse të preket fare që Labi nëzori një fakt në jeta e saj, që ne tashmë e kemi lexuar të gjithë në web, për ai sa i përket familjes së saj apo largimit të saj nga familja. Nëse Labi nuk është nxjerr me zarf të zi, do të thotë që aty lejohet çdo gjë dhe kjo gjëja i lejohet Labit, kështu që Eliona të qetësohet të marrë frymë dhe të kuptoj që vetëm duke luajtur atë rolin e gjinafit apo vajzën së mirë, nuk është se do na impresionoj se vajzat mirë ndjeni gjithë, se gjunafi ndjeni të gjithë. Enki, s'po muj me besu që pajtona me ty me një pikë caktume. Redi, si e shikon Redi ti këtë çështje? Enki, base edhe nga ndjeshmëria Enkit edhe Lenës është ndryshë ndaj situatës, sepse po flitet për një vajzë, dhe si e shikon ti realisht, mendoni se në qoftë se Eliona e përdor një rast të caktuar për të shkuar më përpara në lojë, të tjerët nuk guxojnë t'ja përdorin të njëjtin rast për ta sfiduar me veten. Unë shikoj Elionën shumë lojtare të ftohtë dhe jo shumë emocionale në atë lojë. Okej. Nga fillimi ku kishte ato goditjet që i bëri Alba me Benitën, u tregua e ftohtë dhe nuk u viktimizua. E tani me Labin... Ajo nuk është viktimizuar? Të mirë brenda lojës, ku nuk përdori asnjë informacion nga jashtë, por e pa telin e tij ku i ngrihen nervat, që është gjumi, që e provokoi në mesnatë, ai u ngrit e pastaj bëri të gjitha ato gabimet që ka bërë. Pra, për mua, Eliona është një lojtare shumë e zgjuar, din se ku t'japi informacione, si t'ishte edhe mbrëm që e mbajti pezull raportin me Klodin. Pra, nuk tha shumë
detaj, thjesht tha më ndiqni mua në lojën që unë do bëj në Big Brother, por në sytë e publikut po shikoj që ka një lloj mbështetjen dhe një lloj përkraj për të gjithë atë vjeshmërinë që ka të lojës me parime, por edhe duke qëndruar brenda një kornize të një vajze me virtyte dhe pa eskaluar në ofendime. Shumë mirë, shumë po pëlqen së të qine, bravo, edhe pikërisht du me dalë të Lena. Lena, është, nuk për di tash, kjo çështja e Elionës, sepse për bojna sot, si kur në prime dje që ka një orë gjysë labit, tash për bojna sot Elionën, krejt, për diskutojna për Elionën. Qysh me ndonë të, a me ndonë që të tregu të vërtetën e vetë Eliona, edhe sa do këtë e sinqert në formën se si pelun lojen mrena? Jo, one po menaj që Eliona nuk guxaj me thonë për thot të vërtetën, ose jo së është për një meni tim shumë ndishme, në qofë së është e vërtet, mirë po, qka unë me thonë për Elionën, qka unë e po shumë bram, që nuk e tregoj historinë që a kërkun edhe produksionin për me tregu historinë e vërtet, se qka qyshtek, unë menoj që e ka po, që kjo histori ka me që shumë gjatë. E nëse kjo e kishtë tregu prom, kretë historinë, do me thonë mos kish pas kur gjo për të diçka enigm që me dash njerëzit me po atë. Po që ana jep më rana lojës tash, thjesht vishit... Po, Eliona ndorën zemër, rrin aty, vetë pëse është gjëna për publikun. Për historinë e një vajzë që ka folë stak. Po më vjen keq, one ti ma herë thaj se nashta na e ndina ndryshe historinë shkaku që Eliona o femën, sa për që është femën, ku nuk e ka me drejtë dhe diçka që se ka dhe pik. Për mu absolut nuk ka të bëja pjesë. Mirë po, unë menaj që Eliona kreç ka mënet me jepë me një loj, është aja. Po, është lojtare që është shumë eftaft, që që tha dhe kolegu ma heret, është eftaft edhe din me menagju shumë i situatat, e po është mbram në debat me Labin. Mirë po, nëse këqyrim të loja dhe qka jo mënet me jepë, si për shambull që jepin lojtarë të tjerë si Klodi, Lundrimi, Fjolla, ta që pres shumë që ka me dhonë aty mrena, e plot të tjerë që jepin show aty mrena, Eliona s'ka qa me dhonë, nuk e shoh si lojtarë të forta ata për posë saj. Gjene, i moment në basë mu viktimizu. Po dhe, ashtu po, në qitë njëre ka gjithë. Pak më përpara, djali tha që Redi mos gaboj, se gjithmonë jam probleme emrat, ndjes. Tha që Eliona nuk është viktimizuar, nëse ka diçka në lojën e Elionës, është vetëm viktimizim dhe asnjë gjë tjetër. Çfarë dua të them me këtë? Ajo e kuptoi që publiku ishte shumë i ndjeshëm kundrejt saj në momentin që Alba dhe ajo vajza tjetër filluan ta sulmonin, pa të drejtë, dhe ajo vazhdoi të mbajë atë rolin e vajzës gjyna. Kjo për atë rolin e vajzës, pastaj mos harrojm edhe një gjë. Elionës i ka ndodhur një disfaqe shumë e madhe në kaq pak kohë, siç është humbja e Elionës dhe motrës. Unë besoj se të vjen ndjeshmëria ose ajo është e ftohtë sepse është e logjikshme. Ajo është e ftohtë sepse në bazë të asaj çfarë i ka ndodhur, çdo gjë tjetër asaj nuk i bën më përshtypje. Okej, pra është e fuqishme sa mi përballu këto situata me gjakftofsi. Nuk e di nëse është e fuqishme, atë që dua të them është që ndoshta truri i saj nuk e percepton mirë çdo gjë negative që mund të vi, sepse gjëja më negative që i ka ndodhur ajo, asaj është humbja e dy personave shumë të rëndësishëm. Po, e qartë, dhe Redit e si shikon, a mjafton një histori e cila realisht nuk të ka protagonist ty, ta fitoj ose të qoj shumë largë në një format si Big Brother-i? Unë e thash që ajo ka një trekëndsh me Klodin, por edhe me Benitën që futet në raport me Klodin. Plus, shumë mirë e pas ke vrejti edhe që çështjen e trekëndëshit, sepse edhe kjo tregon diçka. Po patjetër, kjo love story po pëlqet në audiencë dhe shikojmë në feedback, në komente dhe në shikueshmërinë e videove, siç e tha dhe mbrëm opinionistja Leonora që jeni treshe fantastike, këto material e kanë marrë këtë lloj vlerësimi dhe padyshim që do ta kanalizojnë në lojën e tyre për ta dhënë tek publiku të pjesë, se për drama nuk është, se ka treguar që është paqësor, që është e qetë dhe nuk e humbet atë veten e saj, se në një bisedë që shprehu Eliona ka thonë që unë dua të bëj karrierë me këtë format që unë jam këtu dhe nuk dua të dal keq nga ky format. Po, tash, okej, Eliona Pelojna pe marrë një kontrast krejt tjetër. Po flasim për një vajzë e cila ka qenë e hapur me kanë e hapur, ka qenë e vetme për mu përballë me sfidat e jetës,
Por dje kemi vrej që i ka afru 2 shok me njëherë ofër vetës. Fjolla Marina, dje hyrin Big Brother, Lena nuk e di nëse nje personalisht Fjollën, por du me ditë se qa me na jena një gjenerat paka shumë që jena rrit me Fjollën, me skandale, me këngë, me të mira dhe të këqijat e saj. Dhe duke ditë kalumen e saj qa pret mrena shtëpisë. Unë menoj që figura si Fjolla Marina është fix për një format si Big Brother. Jep drama, jep tensione, din edhe se sa paka shumë sa e kum njoft prej njerëzve të saj ose të pi dikujna kështu që paka shumë që çfarë karakteri ka, është edhe e dashnë si njëri. Kështu që din me jep tëna llojet e emocioneve mrena Big Brother. Unë menoj që ka me bush shumë flak aty, inshallah nuk më të shpran. Se kom prit edhe prej Alba Pollozhani që ka me dhonë, po më ka zhgënyu komplet. Gjithsesi, saj për këtë Fjollës, unë e qka që mendoj që është aman aty ku do është më konë Fjolla. Fix. Enki? Unë mendoj që më bani sigurimin në në për. Edhe unë ato e mendoj. Se Fjolla Edhe unë të njëjtin e mendoj. Enki ti edhe Lena ku këtë dyshe po gëtë. Po pra, rasti parë. Rasti vetëm, kur Enki pajtot me dikën, jetë Lena. Nuk e prita që kemi posu këndvështrime më befasove. Redi, qa me ndonë për Fjollën? Sigurisht ajo shikon si një trampolin për dalë mirë dhe jo për të dalë me zarf të zi në ato shtëpi, kishte marrë shumë valigje me vete, shikojmë se sa transparente do të jetë, ajo ka treguar që nuk ka problem të tregojmë me publikun si anët për me probleme me ligjin, po edhe të gjitha ato zhgënjimet që ka marrë në jetë, por unë shikoj që ajo do të jetë e qetë në këto orët e para dhe në ditët e para për të studiuar dhe për të parë më mirë nga afër banorët, se ka ardhur aty me informacione nga jashtë. U afrua me lëndrimin duke parë që është i pëlqyer nga publiku, nuk e takoj fare Albën, do thotë që ka një lloj antipatie nga jashtë. Me atë, shikojmë se si do të jetë në raport me Labin, po Labi të fut në det ku është vetëm kosë dhe të nxjerr keq në ato lojë. Len, po ndalim pak në fund, po du shumë shpejt 3 emra që hajnë buk pa lidhën Big Brother për momentin. Sasa, pajtoj. Kushtrimi, edhe... Kushtrimi nejse, pak po kënane pe bën një farë atmosferë me muzikë edhe lëma i përzojnë vetë për ndryshe për lojt Big Brother nuk është heq, o ka hanë këtë. Edhe që është nominim? Ku? A përshas emrin s'pjadi, do me thonë. Ibra? Ibra, po, edhe Ibra. Okej. Si me ndonë ti, Enki? Unë mendoj që të dy emrat e parë janë shumë okej, ndërsa Sasa mendoj që ajo ka për të aktivizuar shumë dhe atë çfarë nuk po kuptoj këtë vit, femrat janë fortë. Po. Edhe lëndrimi që po bëhet i fortë, po bëhet sepse është i femër. Mirë, kjo është mendimi jot, unë e distancohem. Edhe nuk e di, shumë herët akoma gjithsesi për të folur, po që mendoj që aty duhet të ikin disa persona që bëjnë zhurmë për asgjë. Alba po do ishte mik. Okej, Redi, qa me ndonë ti? Ajo që bësh zhurmë pa asgjë, pa thel bësh Bia, që më vjen keq. Po edhe Bia. Api situatën që u kërcënua nga ajo drejt për drejt dhe u prek hapësira dhe shantazhoi, por letra e mamas lëndrimit ku i tha që ndro vetëm, nuk e di sa e ka kuptuar ai, po besoj që... Po me nëjtë se ka kuptuar heq. Lodhi për gjithë të tymnajen që është... Redi... Unë mendoj që lundrimi që ato se ka kap heq, se u konë shumë në emocione, edhe fatkeqësisht nuk e ka kap ndoshta që atë mesazh heq. Për ndryshe, nana e lundrimit ka pas shumë drejt për këtë pjesë, se Klodi u ka di me shfrytzu mas miri lundrimin. Po ndërkohë dhe lundrimi nuk është se shfrytëzon anën tjetër, e sa i përket që tha si qik, lundrimi nuk është si vajzë, po lundrimi është artist. Edhe kur je artist, normalisht që ki mu koni furt, aty edhe jep artin e vetë, në njërat e veta. Lena... Aty kemi parë artista sa të duash që kanë dështuar. Por ai e ka kuptuar që fakti që ai është apo s'është homoseksual, po luan, dhe kjo gjëja ai e ka kuptuar që e ka shitur shumë mirë. Dhe do të tentoj ta shes deri në fund të lojës. Është shumë artist sa për ta mbajtur publiku deri në fund, se kemi parë artista dhe më të mëdhenj se ai që kanë dështuar. Ama artist nuk bën veç një zoj. Ama artist nuk bën veç një zoj i mirë ose veç si aktor i mirë, artist bën
një njëri si kur lëndrimi. Më vjen shumë keq, Lena, kisha pas qef që këtë diskutim e zgjatë shumë a shumë. Enki ri, di shumë faleminderit që ishe me ne, Lena, duhet me ta dhonë dorën se s'kjo kom paneli ma i mirë Bigos që ku mos deri sot. Miq, kjo është të tëra saj përket ditës sot, me mos harroni me temat të ngjashme na gjeni edhe nesër, dinamika trajtohet si gjithmonë. Materialet të sot me i gjeni në Facebook, YouTube dhe në Instagram, e ndërsa Klan Kosovën e gjeni në pakon numër 1 në vend Art Motion e zbulova që